Ne sot shikojmë për shembull të gjithë dosjet, paktën skajt nga dyshimet që kanë ngritur prokuroria e posaçme, që ka shtetas rezident në Amerikë Latine, kryesisht në Ekuador apo dhe në Kolumbi, por cilët janë të pa identifikuar. Çfarë janë këto shqiptarë atje? Sigurisht që nuk janë për turizëm, janë pikërisht për të zëvendësuar këto pasoja që kanë patur këto grupe kriminale. Aktiviteti kjo është një luftë e cila do jetë gjithë, domethënë do vazhdoj sa të jetë njerëzimi dhe Amerika do ta vazhdoj zoti Basha, pra luftën me narkotrafikantët. Kështu që janë personazhe kalimtar që kur nuk goditen nga drejtësia, fundin e tyre kanë rrugë tjera ndoshta edhe më tragjike se sa goditja nga drejtësia, por shqiptarët janë rezident atje dhe edhe raportet ndërkombëtare e kanë evidentuar, pra dikur ishin emisar të Ndragetas, që tha tani, sot në bashkëpunim me Ndragetan janë bërë grosist mëdhej ku nisin sasi të mëdha narkotikësh, por dhe sot që flasim ka, mund të thënë, ndoshta mund të jenë mbi 50 shqiptarë që dalin në skaj që janë rezident atje, pra janë diku në Ekuador, Kolumbi, Paraguay, Peru e tjerë me radhë, por që nuk janë identifikuar dhe mund të jenë edhe njerëz pa njohur. Kishte dëgjuar ju për vëllezërit Çela, jo për Soel Çelën. Vëllezërit Çela nga Peqini, unë nuk kisha dëgjuar ndonjëherë për veten time. Çfarë janë këta? Para pak javësh e zbulova që për këto e kisha që për nga sasia mund të jenë kartel. Pra, s'pak thotë që janë përgjegjës në bashkëpunim edhe me organizatën kriminale të detuar nga vëllezërit Çopja të 28 tonëve kokain në Hamburg dhe në Anvers. Po sa nuk janë kapur? Ka që janë kapur, 1/10 tha Faiku zakonisht kapur. Pra do të llogaritur kështu. 300 euro në kohën e pandemisë, besoj se dhe tani do ta di, shkoi deri në 300 euro, $300 kilja e kokainës në apo urrit. Pra 300 euro, se këtu është 30.000, 40.000 shkojnë pastaj deri në Sa është mall burse.